Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë të diel në emisionin Shkollë Xhakove. Siç po e shihni, sot po vizitojmë shkollën 2 dëshmorët në fshatin Sheremet. Jemi këtu jashtë, një ambient i mrekullueshëm dhe një qetësi shpirtërore, e po ashtu dhe një ambient i ngrohtë për t'ju dhuruar nxënësve momente sa më të bukura. Ju shikues të dashur e jani tash bashkë me ne do të shohim shumë më shumë nga shkolla, nga mësimin që zhvillohet në këtë institucion edukativ arsimor, nga puna e mrekullueshme e stafit, udhëheqësve dhe menaxhuesve, e po ashtu edhe nga veçshkëlqimi i shkollës që janë nxënësit e këtij institucioni. Ju vazhdoni të qëndroni me ne. Ne tash po drejtohemi për në intervistën e parë, do ta zhvillojmë me drejtoreshën e shkollës. Shkolla 2 dëshmorët është themeluar më 1949, fillimisht vetëm për ciklin e ulët 4 vjeçar. Në vitet e para të punës, shkolla ishte emëruar Mark Zef Pietraj dhe gjendej në fshatin Dallashaj, ku në këtë shkollë mësime do t'i ndiqnin nxënësit e fshatrave Dobrosh, Sheremet, Pacaj, Racaj dhe Dallash. Ndërkaq pas një periudhe kohore, u ndërtua shkolla e re në fshatin Sheremet, duke ju shtuar edhe një klasë. Ndërkaq që nga viti shkollor 2011-2012, shkolla mban emrin 2 dëshmorët. Shkolla numëron 170 nxënës, 21 mësimdhënës dhe 3 punëtor tekniko-shërbyes. Intervistën e parë në këtë institucion edukativ arsimor, më përkatësisht në shkollën fillore të mesme të ulët 2 dëshmorët në Sheremet, do ta zhvillojmë me të parën e këtij institucioni me udhëheqësen Teuta Haxhiu. Përshëndetje drejtoresh. Përshëndetje dhe juve. Faleminderit që na keni mirëpritur në shkollën tuaj për të parë edhe më shumë procesin e menaxhimit të një institucioni edukativ arsimor, e po ashtu dhe mbarvajtjes së orëve të ndryshme mësimore. Drejtoresh, në rolin tuaj si udhëheqëse e shkollës, çfarë konsideroni si prioritet? S'pari mirë se keni ardhur në vendin e dijes, në një institucion edukativ arsimor. Prioritet në radhë parë konsideroj një klimë pozitive brenda kolektivit. Ajo për mua është ABC-ja, që secili do duhet ndihej përgjegjës për punën që e bën, por njëkohësisht të vi me vullnet në punë. Ajo që e karakterizon shkollën ose që do duhet ta karakterizon është dëshira jo vetëm e kolektivit, por e të gjithë nxënësve për me ardhur me vullnet në shkollë. Dhe tani në kuadër të kësaj, normal që secili aktivitet, punë mësimore brenda orës mësimore do duhet të japi maksimumin në mënyrë që fëmija vërtet ta dënë shkollën radhë parë, po gjithsesi edhe vetë mësimdhënësin, landen e kështu me radhë. Mundohemi çdo ditë me dhënë maksimumin që t'i plotësojmë kushtet minimale që ne të punojmë ashtu siç vërtet duhet. Mundohemi me dhënë maksimumin. Për mua fjala udhëheqëse është diçka e madhe, unë jam vetëm një person brenda kolektivit dhe kështu e trajtoj veten, pjesë të barabartë të gjithë kolegëve të mi. Unë kam punu gjatë në këtë shkollë si mësuese matematikës dhe tani më është diçka që nuk e baj për shkak se e ki një pozitë udhëheqëse, por në fakt ndihemi tepër të barabartë secili prej mësimdhënësve, por njëkohësisht edhe stafi teknik, edhe sekretari, psikologja dhe krejt secili kryen punën e vet. Në kohën kur ne jemi në punë, për neve primare është puna dhe vetëm puna. Drejtoresh, cilat janë disa nga të arriturat e fundit ose arriturat gjatë viteve të fundit të shkollës, të cilat ju do t'i përkufizoni si suksese? E para është që shkolla, që në fillim, që në hyrje, është një ambient i mirë, një ambient i jashtëm dhe i brendshëm. Këtë gjithmonë jam falenderuese komunitetit kësaj ane, që nga dita e parë e 2 dhjetorit 2022-s, komuniteti më është ofru që ne thjesht ta kemi një hapësirë më të mirë, për shkak se dim se cila shkollë nuk është se ka buxhet sa ka nevojë shkolla, por fal komunitetit për krahjes së tyre të vazhdueshme, vetë ofrimit të tyre ne sot kemi kabinete. Kabineti informatikës është komplet nga donacionet e komunitetit. Çka do që shifet brenda zyres time është nga ish nxënësat e mi që janë në diasporë, të cilët vetë i kanë sjell, vetëm se më kanë dërgu nga atje,
është sistemi i ujitjes, dikun rreth 575 metra janë sistemi i ujitjes të gjithë drujve që i kemi, por edhe pjesën tjetër që synojmë ta mbjellim janë prap fal komunitetit. Është pjesa e murit dekorues që nis këtë vit e kemi punu. Ka qenë një ide ad hoc në mënyrë që ne kemi u bërë shumë edhe ta bëjmë një muri dekorues. Sinqerisht kemi punu vet. Normal që prap më kanë përkrah donatorët nga komuna e Unikut, shok, mësimdhënësit kanë punu, bashkë kemi punu gurt, e shifni në hyrje. Thjesht emri 2 dëshmorët është emri i 2 heronjëve të Kosovës, Hysén Arifi që ka qenë ish kolegu imi edhe i studimeve dhe që kemi punu bashkë, Vezir Ademi që është vendas i Sheremetit, të më thoni këtij fshati ku edhe shkolla është, i cili ka ardhur nga diaspora, bashkë të dytë, bashkë me Shabagolin, kanë ra në betejën e Kallavajës. Shkolla jonë normal që man me shumë krenari emrin e 2 dëshmorëve dhe kjo është një përgjegjësi shtesë për shkak se gjithçka që ka bëhet brenda objektit të shkollës është edhe një përgjegjësi shtesë nga se fëmijët vinë në një vend që një shkollë seriozisht ma një emër të 2 njerëzve që kanë dhënë jetën për lirinë e vendit, sikurse edhe shumë dëshmorë e rënd të vendit tonë. Pra, edhe njerë, për ne puna që ndodh brenda institucionit është çdo ditë punë nga fillimi. Nuk ka hapësirë që ne ja lajmë momentit, por mundohemi me qenë të përgjeshëm. Arrim ato që synojmë, gjithmonë e para është suksesi, mirë po krahas suksesit për mua është gjithçka dëshira e fëmijëve për me dasht shkollën, klasën, mësimdhënësin, sepse në fundit ai ka me mësu landën, në qoftë se ai vjen në start jo me dëshirë në shkollë, vjen me ngarkesa që nuk është se don landën, nuk është se don mësimdhënësin, atëherë edhe rezultatet kanë me qenë më të vogla. Pra, gjithmonë ABC-ja është ngritja e suksesit, mirë po paraprakisht ne punojmë çdo ditë në mënyrë që ata të përgatiten për jetën. Sepse në fundit për mua një diplomë universitare nuk do të thotë që ai njeri nëse nuk është përgatitur mjaftueshëm gjatë gjithë jetës, atëherë diploma nuk do të thotë që ai ka arrit synimin e vet ose ëndrrën e vet. Drejtoresh, duke qenë si u vetë se i cekët mosimdhënësit dhe se si bashkëpunimi mes mosimdhënësve shtehet i rëndësishëm. Ju thatë që klima pozitive është ajo çfarë ju keni prioritet në fillim të parë. Domethënë, si qëndron bashkëpunimi mes jush dhe mes mosimdhënësve dhe kur jemi tek pjesa e mosimdhënësve, si e mbështesni zhvillimin profesional të tyre? Ditën e parë që kam ardhur në shkollë, unë ju kam thënë që unë në këtë shkollë kam ndru disa drejtar. Më thonë me vite, që nga viti 1991 kur unë e kam kap dritarin për herë të parë në këtë shkollë, nga se një vetë kam punu në Lumbardh, në vendlindje. Asnjëherë në jetë nuk kam punu për një drejtor ose një menaxher shkolle. Këta ju kam thonë kolegëve të mi, e dini që unë punën e kam bë për fëmijët dhe indirekt përmes fëmijëve njeh edhe prindi. Gjithmonë lidhja në mes shkollës prindit, domethënë familjes, do duhet jetë efort që ne të kemi sukses. Prandaj në këtë drejtim ju kam thënë prej fillimit, punën tona e kryjmë secili, konform ligje udhëzimeve administrative, por asnjëherë në jetë nuk mendoj dhe nuk do duhej që të më shohin si menaxhere për shkak se është drejtori. Edhe në momentet që janë shumë të rralla, të mos jem në shkollë, unë e di që puna kryhet sikurse domethënë çdo ditë me qenë edhe vet. Në fundit pra edhe njëherë nuk është më rëndësi personi që është, sepse ulsja në këtë rast unë rri shumë pak ulën, gjatë gjithë kohës jam komplet. Brenda objektit jam pjesë e kolektivit. Domethënë e kemi edhe kohën, pushimin e gjatë kur ne e pim kafet vet, por secili mësimdhënës e qet edhe kafen. Kurse mbështetja është obligative, mbështetja profesionale e mësimdhënësve, unë jo vetëm se i mbështes, por e kam obligim ligjor, po mbi gjitha e shoh shumë të nevojshme që secilin ta përkrahim që ai don të avancohet. Në këtë rast ne kemi 2 mësimdhënës që janë pjesë e studimeve master dhe normal që kemi ndryshuar orarin me marrëveshjet e kolektivit për t'u mundësu që ata të vazhdojnë studimet.
Pra, i përkrahim, i mbështesim për shkak se ata ngritja e tyre profesionale indirekt ndikon në rezultatet e shkollës. Pra, unë ndihem tepër mirë që secili që ka ambicie, mbështetjen time të plotë e ka 100%. Dhe drejtëresh për fund, çfarë ofron shkolla sa i përket anës së infrastrukturës për t'ju siguruar nxënësve një ambient sa më të mirë për të mësuar dhe mësimdhënësve një ambient sa më të mirë për ta ligjëruar mësimin? E para, kisha mendo pjesën që neve na mungon shumë, është inventari, domethënë bankat, karikat, të cilat janë të stërvjetruara. Në këtë rast, unë kam bërë disa shkresa zyrtare, qoftë me email, qoftë edhe të protokolluara në ministri, asnjëherë nuk e kam marrë as edhe një shkresë kthim prapa për t'regu edhe një arsye shtesë pse nuk e kanë shqyrtuar paktën kërkesën time. Kjo më vjen keq, e kanë obligim ligjor brenda 30 ditë të paktën me informu. Pjesën tjetër normal unë kam disa kërkesa edhe për dekan, shkolla nuk ka izolim të jashtëm dhe fal mirëmbajtjes tonë të përhershme, sepse në fillim çdo klasë pothuajse ka qenë me myk. Domethënë një ambient që vërtet për fëmijët është kundër shëndetit të tyre, domethënë keq për shëndetin. Pra në këtë rast ne i mirëmbajmë që të mos kemi se lagështia normal kondenzimi i ajrit atëherë krijon edhe atë mykun. Por tani fatmirësisht ka 2 vitet e fundit që nuk kemi në asnjë vend, por duhet kujdes i shtumë. Domethënë mos flasim për teknologjinë që çkado që ecë me kohën normal që ne kemi nevojë, mirë po kërkesat tona nuk ndalen asnjëherë, kërkojmë nga secili institucion. Unë gjithmonë jam falënderues thash komunitetit sepse janë vullnetar, kurse pjesën tjetër, sikurse unë këtë rast apo edhe DKA-ja ose ministria e kanë obligim për ta përkrahur një institucion, sepse nga këtu dalin kuadrët që ne vërtet jemi krenare me kuadrët që kanë nxjerrë kjo shkollë, po dhe shumë shkollat e tjera. Ajo që është për të vlerësuar është komuniteti, thash që është shumë i lidhur, jo vetëm që na përkrahin, po vërtet kanë një edukatë mahnitshme. Janë nxënësat janë shumë të mirë. Domethënë pjesa tjetër, mësimdhënësve nëse kushtimisht ju mungon diçka vetëm një ditë përpara, kam nevojë me ditë, punë për mua që shë realizoj, nuk ju mungon asnjë gjë. Po them gjithmonë jo që ne kemi shkop magjik, mirë po fal koordinimit ton të brendshëm dhe njëkohësisht fal komunitetit ne realizojmë gjithçka. Pjesa e oborrit, pra e keni pa që ditëve të fundit kemi edhe një investim në 3 tavolina që na ndihmojnë ta kryejmë një mësim në ambient, varësisht planëve që kanë mësimdhënësat. Janë karikat që kemi 100 karike që na kanë ardhur herën së fundmi nga komuniteti, na nevojiten për festa, por njëkohësisht i bartim varësisht prej hijes, prej kushteve që fëmijët kanë varësisht edhe prej klimës tonë. Pra, edhe njerë, po, gjithmonë ka nevojë për shkollë, ne kemi nevojë për fushën, domethënë për një TP në fushë për shkak se është në pjesë betonit, projekt që kam realizuar në kohën kur kam qenë deputete, domethënë këtë fushë, po megjithatë nuk është realizuar ashtu siç unë kam pretendu. Tani normal që më nevojitet një pjesë sepse fëmijët kur zohen normal që lëndohen edhe ndihem keq në këtë rast, jo vetëm si menaxhere, por si një nën, si një gjyshe që jam vetë, nëse ata lëndohen unë ndihem keq. Thjesht kemi improvizuar një klasë të edukatës fizike në mënyrë që dimrit në kohë kur nuk është koha e mirë, fëmijët ta kenë mundësinë ta zhvillojnë qoftë me lotra ose diçka tjetër. Thjesht mundohemi të improvizojmë gjithçka që ora mos të jetë orë që fëmia nuk e don ose thjesht e nin veten keq, pse është nat 40 minutë. Pra 40 minutë ne kontribuojmë që të jetë shumë i shkurt për fëmijët që janë brenda orës. Pra ti duhet të jesh aktor brenda orës. Domethënë teknikat bashkëkohore nuk do të thotë që vinë si rezultat i mësimit mekanik, mirë po ti duhet brenda orës ti aplikojsh që gjithçka edhe një herë po them për shkak se fëmijët janë aq inteligjent. Keni pa që kemi piktorë shumë të mirë. Kemi fëmijë që vërtet kanë inteligjencë shumë të lartë. Kemi raste që ne pretendojmë për t'i dërguar ndoshta edhe në organizatën në atom për me pa edhe inteligjencën e tyre. Pra, kemi mjaft rezultate tek sportistat, handballistat, po mendoj volejbollistat. Po megjithatë, prapë nuk ndalemi për shkak se duhet ta zbulojmë talentin e tyre dhe ajo është në
në fundit ideja jonë ose synimi jonë, për shkak se ata kanë talente, ne vetëm kemi nevojë me i qitë në pa përmes psikologës, përmes mësimdhënësve, thjesht koordinojme dhe koha e kafes në pushim të gjatë shkon të i bisedu për vetë nxënësat për raste që i kemi. I diskutojmë dhe në fundit i zgjidhim bashkërisht. Drejtoresh, ne ju falenderojmë shumë që ndat kohën për ne, ju falenderojmë për intervistën që zhvilluat e pashtu ju falenderojmë për punën e mrekullueshme që ju e bëni vazhdimisht këtu në shkollë, normalisht në bashkëpunim edhe me mësimdhënësit dhe me pjesën tjetër të stafit. Është kënaqësi të shohim që në një shkollë të komunës sonë punohet jashtëzakonisht shumë me një ambient të mrekullueshëm dhe me të gjitha kushtet nga ato më të mirat. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, pjesë e kolektivit. Jam një kolektiv të mrekullueshëm që vërtet është për të krenuar. Faleminderit shumë. E shikues të dashur, ne përfunduam intervistën me drejtoreshën, por sapo kemi hyrë në shkollë. Tani le të vazhdojmë intervista të ndryshme në këtë institucion, e po ashtu edhe me pamje të ndryshme të një infrastrukture të mrekullueshme. Korridoret e shkollës të pikturuara aq bukur, padyshim që me dorën e artë të nxënësve e po ashtu edhe me ndihmën e mësimdhënësve. Qëndroni me ne. Nxënësit e nivelit parafillor dhe parashkollor në pritën me aktivitetet të ndryshme në oborrin e shkollës. As lojrat e ndryshme nuk munguan nga fëmijët. Garave ju dedikuan një kohë e veçantë ku fëmijët edhe nëpërmjet lojrave kaluan kohë shumë të bukur. Në hijen e pemëve të oborrit të shkollës, nxënësit shprehën talentin e tyre duke pikturuar. Në këtë institucion, veprimtarinë ushtron edhe psikologja e shkollës, ku me teknika të ndryshme punohet në mënyrë që nxënësve t'ju sigurohet ambient i ngrohtë. Me Elvira Pruthej Gojani, psikologe këtu në shkollën 2 dëshmorët në Sheremet, do të flasim pak më shumë në lidhje me rolin e psikologut, me seancat e ndryshme që mbahen në këtë shkollë, si dhe me aktivitetet që zhvillohen. Përshëndetje psikologe. Përshëndetje. Faleminderit shumë nga ana juaj për pritjen, faleminderit që na keni mirëpritur këtu në zyrën tuaj. Atëherë psikologe, cili është me të vërtet roli i një psikologu në shkollë? Roli i psikologut në shkollë është të punojë me nxënësit për të ngritur mirëqenien emocionale dhe sociale, të mbajë takime me prindër, mësues dhe nxënës, domethënë trekëndshën e artë, dhe për të arritur të zgjidhim konfliktet e shumta që ndodhin. Madje edhe konfliktet fizike, por edhe ato emocionale, ndihmojmë në ngritjen e procesit mësimor. Për shembull, nëse fëmijët janë të ngarkuar emocionalisht, normalisht ata do të kenë ulje në rezultatet akademike, seancat e ndryshme të këshillimit, aktivitetet psikosociale ndihmojnë shumë që ata të shkarkohen emocionalisht dhe të kenë fokus më të qartë dhe të madh në mësime. E sa shpesh është e rëndësishme që të mbahen seanca të ndryshme psikologjike, qoftë individuale ose qoftë grupore, nga ana e perspektivës tuaj si psikologe në shkollë? Ato individuale janë të parashikuara një herë në javë për secilin nxënës, kurse grupore varësisht prej nevojave që ka klasa ose grupi. Për shembull, në këtu në shkollë, në këtë zyrën që kemi, na përveç grupeve me klasa, domethënë klasat e caktuara vinë për një tematikë që ata kanë. Na mbajmë edhe sesione, mbranda në për klasa, sesione të ndryshme, për tema të ndryshme, si bullizmi, dhunja, çrregullime të ndryshme, autizmi, për shkak se fëmijët kanë nevojë të jenë të informuar për shëndetin edhe mirëqenien mendore, sa
nëse ata s'kan me qenë mirë emocionalisht, masnej edhe fiziku i tyre ka me pas rënje. Prandaj grupora varet krejt prej nevojave që kanë nxënësit, po ne mbajmë edhe fokus grupe. Për një problem të caktuar, nxënës të klasave të ndryshme dhe grupmoshave të ndryshme në mënyrë anonime vinë, flasin, ndajnë përvojat e tyre, emocionet e tyre, ndjenjat dhe pastaj gjithçka jashtë këtuit mbetet diskret. Sa janë të gatshëm fëmijët që të vinë në seanca të ndryshme, a e kanë me frikë këtë pjesë apo vinë pa asnjë problem? As pak përkundër rrezikisht për të befasuar, ne nganjëherë nuk na del as koha për të mbyll të gjitha seancat për shkak se kërkesa në seancave është shumë e madhe dhe ata janë shumë të informuar dhe dinë saktë dhe qartë se çka bën psikologu në shkollë dhe si mund t'i ndihmojë ata. Dhe psikologën për fund do atë ju bëj ju edhe një tjetër pyetje, këtu nuk e kemi parë në shkollat e tjera, është terapia me rër. A ka mundësi të na shpjegoni pak më shumë në lidhje edhe me efektet edhe me mënyrën se si nxënësit e kanë mirëpritur këtë lloj të terapisë me rër? Po, patjetër, çajda afrohemi. Këtu është terapia me rër. Terapia me rër ose tavolina e terapisë me rër nuk është thjesht një lojë, është një mjet mjaft i fuqishëm terapeutik. Për shkak se terapia me rër nuk kërkon nga fëmijët të flasin. Mjafton fëmijët nxënësit në këtë rast vinë edhe marrin të lodrave, e krijojnë botën e tyre, e bëjnë shprehjen e gjendjes së tyre emocionale. Edhe është shumë e mirë për fëmijët të cilët janë të ndrojtur, kanë ndonjë stres ose traumë, çfarë do qoftë, dhe nuk ndihen të gatshëm të shprehen në mënyrë verbale, mjafton ju vendosim lodrat, ata e krijojnë situatën e cilën po ndiem dhe unë si terapiste në këtë rast si psikologe mundohem përmes lodrave dhe vendosjes që ata i bëjnë në rër të kuptoj se ku është konflikti, çfarë po ndodh, si është gjendja emocionale brendshme e individit, si po ndikon mjedisi tek ai. Kjo terapi me rër është e para në shkollat, muj me thonë të gjithë Kosovën, po nuk po e egzagjeroj, po them në komunën e Gjakovës, është donacion i bërë nga njëri nga mësimdhënësit këtu, gjitha është punë dore, edhe normal, pastaj lodrat janë donacion nga komuniteti, si e gjithë zyra këtu. Është e pajisur nga donacionet që ka bërë komuniteti, normal me iniciative në shkollës. Shumë faleminderit psikologe, faleminderit njëkohësisht edhe për intervistën, ishte kënaqësi dhe faleminderit për punën e mrekullueshme që e bëni vazhdimisht. Shumë faleminderit juve që keni gjetë kohë dhe na keni vizituar. Faleminderit. Vizituam edhe klasët të ndryshme në këtë shkollë për të parë më shumë nga procesi edukativ arsimor që zhvillohet në këtë institucion. Jemi përsëri këtu në klasën e 4 dhe kemi rastisur në orën e gjuhës angleze. Unë pranë meje kam mësimdhënësin e gjuhës angleze Shaban Ramaj. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Faleminderit shumë që na keni mirëpritur këtu në klasën tuaj në një orë mësimore. Faleminderit. Atëherë mësues, cilat janë disa nga metodologjitë e mësimdhënies që ju përdorni në një orë mësimore për të rritur edhe më shumë aktivitetin e nxënësve në klasë sa i përket lëndës së gjuhës angleze? Po, unë ligjoj gjuhën angleze prej klasës parafillore, moshën 5 vjeçar deri në klasën e 9. Tani për moment jam në klasën e 4. Nxënësit janë shumë kurreshtar për njohurinë që e marrin gjuhën angleze. Kanë interesim shumë të madh. Tash koha me qenë se teknologjia është zhvillim e sipër, nxënësit shoh që në parafillor klasë në moshën 5 vjeçare, nxënësit kanë njohuri shumë më shumë se sa që kanë pas. Ta marr për shembull, kur kam qenë unë nxënës, ka ndryshuar në mënyrë drastike për anë pozitive, do të thonë mirë për teknologjia që është në zhvillim e sipër. Nxënësit kanë interesim shumë të madh për njohjen e gjuhës angleze sepse marrin gjuhë dytë që i ndihmon, do thotë, në avancimin e metodëshëm, sidomos teknologjinë e njohin shumë mirë dhe përdorin shumë mirë materialin mësimor që kemi. Gjuhën angleze ke materialin tani që kemi si vetë me tekstet të reja, ke materialin që ju japim nxënësve nëpërmjet laptopit, do të japim librat online që kanë mundësinë edhe prej shtëpie mos i bërë librat fare, që kyçen në to dhe kanë testet mund i bëjmë direkt. Edhe në këtë rast që jemi duke i bërë testet, çu ke bërë pak më herë sepse kanë kërkuar nxënësit këtë mënyrë me i bë, si para test është ky. Pastaj kemi testin përfundimtar që i bëjnë nëpërmjet laptopit dhe më njëherë rezultati del pranë nxënësve, ashtu që kanë mundësinë ta shohin vetë sa kanë arrit
jenë shumë të kënaqur. Unë jam shumë i kënaqur që për momentin që këtë kohë do të thotë teknologjia është e avancuar dhe nxënësit po e zonë shumë më tepër sa që përpara që kanë zonë. Librat janë të përshtatshëm. Sa pëlqejnë nxënësit këtë pjesën e përdorimit dhe integrimit të teknologjisë në mosimdhënie dhe mosimnxënie, pra sa i pëlqejnë ata këtë pjesë dhe sa gjejnë lehtë të qasshme? Nxënësit kanë njohuri të mirë tani për momentin, kështu që të gjithë posedojnë e dim gjithë se të shtëpiat posedojnë të gjithë iPhone-et, kështu që e përdorin anën pozitive ka ona e mësimit që po mendoj unë. Tani edhe do të kanë qasje, kanë mundësi mu qasje në këtë dhe kanë njohuri, kështu që edhe unë jam shumë i kënaqur për shkak se kur bën test ose kur bën për shembull këto ushtrime që i bëjmë, po edhe online që i bëjmë, në laptop po shifni ato që kemi në gjatorën mësimore, edhe shkolla ka ofruar disa kurse të mira që kemi gjithë mësimin në laptop, do të kanë mundësi nxënësa që të jenë pak më të qasshëm, më të favorizuar në këtë çështje me anën e teknologjisë, kanë njëri shumë të mira dhe zënë shumë, do thotë kanë mundësi që më marrë edhe më tepër. Kështu që jam shumë i kënaqur që në këtë kohë që punojmë me këtë gjenerat të re që është shumë më interesuar. Shumë faleminderit mësues, faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi dhe shumë suksese. Faleminderit ju që keni gjetë kohën për momentin, shumë faleminderit për ju. Jeni të Intervistat nuk munguan as nga nxënësit. Një tjetër intervistë ne do ta zhvillojmë me Agnesën. Përshëndetje Agnesa. Përshëndetje, unë jam Agnesa Beqiraj dhe jam në klasën e 4. Agnesa, cila është lënda jote e preferuar këtu në shkollë? Lënda ime e preferuar në shkollë është matematika. E pse të pëlqen pikërisht matematika? Çfarë mësoni ju në matematikë? Ne mësojmë shumë, si për shembull me herë, me shumë zemë, me plus, me minus dhe shumë gjëra të tjera. Shumë bukur Agnesa. E Agnesa, a keti ndonjë hobi ose diçka që të pëlqen që ta bësh në kohën tënde të lirë? Për kohën time të lirë kam qejf që të lexoj disa libra dhe për të shkruar detyrat e shtëpisë. Shumë bukur Agnesa. Agnesa, a keti ndonjë libër që ndoshta e ke lexuar së fundmi dhe që të ka pëlqyer ty pak më shumë? A e ke? Po. E kam librin e fabulave, aty ka shumë fabula të ëmbëla, aty ka shumë kafshë që tregojnë për ditën e përditshme. Shumë bukur Agnesa. E Agnesa, a ke menduar ti diçka për karrierën tënde kur të rritesh edhe pak? Je ende e vogël, ke për të kaluar shumë klasa, për të mësuar edhe më shumë, por për profesionin që do të bëhesh kur të rritesh, a ke menduar? Po, unë kam menduar dhe unë do të bëhem një mësuese për të mësuar të gjithë nxënësit e tjerë. Shumë bukur Agnesa. E Agnesa, për fund, a mund të na tregosh, a e keti ndonjë ëndër? Po, e kam një ëndër që ku të rritem që të mësojë të gjithë fëmijët dhe të bën edhe ata të suksesshëm si unë. Shumë bukur Agnesa, unë ty të uroj shumë sukses dhe shpresoj që të shkëlqesh kudo që të shkosh. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ty shumë. Po i vazhdojmë intervistat këtu në klasën e 4, unë pranë meje kam Arnurin. Përshëndetje Arnur. Përshëndetje, unë quhem Arnur Latifaj. Arnur, edhe ti je në klasën e 4 njëjtë si Agnesa, unë dua të pyes edhe ty në lidhje me lëndën tënde të preferuar këtu në shkollë. Cila është ajo? Dhe mua më pëlqen matematika. Shumë bukur Arnur. Arnur, a ke ti ndonjë hobi, diçka që të pëlqen që ta bësh në kohën tënde të lirë? Unë kam qejf të luaj futboll shumë dhe të arrij që të bëhem i famshëm. Shumë bukur Arnur. Arnur, a inspirohesh ti nga dikush? Është një futbollist i njohur që ty të pëlqen pak më shumë dhe që dëshiron që në të ardhmen të bëhesh si ai? Mua më pëlqen Lionel Messi. Shumë bukur Arnur. E Arnur, do me thënë ti edhe për karrierën tënde, kur të rritesh dëshiron të bësh futbollist apo ke në mendje edhe një profesion tjetër që ndoshta të pëlqen? Unë kam qejf të bëhem futbollist. Arnur, duke qenë se ti e lexon edhe libra, mund të na dërgosh një libër që të ka pëlqyer ty pak më shumë edhe që të kalon më së shumti mbresa, nëse mund të shërbi ka shumë të shkurtra, nuk ke nevojë ta zgjasësh. Mua më ka pëlqyer Pinoku. A e ke ti mesazhin e Pinokut? A e di se çfarë mesazhi ka libri Pinoku? Po. Që të mos gënjej me asnjëherë. Shumë bukur Arnur, faleminderit shumë dhe unë ty të uroj shumë suksese. Faleminderit dhe për jush. Ditën e mirë.
Intervistat me nxënës i zhvilluam edhe në klasë të tjera të këtij institucioni. Po vazhdojnë intervistat këtu në shkollën dy dëshmorët në Sheremet. Një tjetër ne do ta zhvillojmë me Marigonën. Përshëndetje Marigona. Përshëndetje, unë quhem Marigona Selmoni, jam në klasën e 8. Marigona, cila është lënda jote e preferuar këtu në shkollë? Lënda ime e preferuar është matematika. Pse të pëlqen pikërisht matematika? Çfarë mëson ju në matematikë tash që je në klasën e 8? Mësojmë zgjedhimin, pjesëtimin, shëmzimin. E Marigona, a ke menduar ti diçka për të ardhmen tënde? Diçka që dëshiron të bësh kur të rritesh, një profesion, një ëndër? Po, unë kam menduar të bëjmë një mjeke. Më pëlqen të ndihmoj njerëzve që kanë nevojë, të ju ndihmoj se çdo sëmundje ti kalojnë më mirë. E Marigona, a ke menduar ti për një hobi ose për diçka që të pëlqen ta bësh në kohën tënde të lirë, diçka që shijon kur i ke mbaruar mësimet edhe kur je shumë më e lirë? Po unë gjatë kur jam e lirë, vizatoj, pikturoj pamje, natyra e të tjera. Shumë bukur Marigona, faleminderit shumë për intervistën dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit edhe ju gjithashtu. Në lidhje me metodat e mosimdhënies dhe integrimin e teknologjisë në procesin edukativ varësimor, zhvilluam një tjetër intervistë në këtë shkollë. Me mosimdhënësen Xhejrane Tahiraj do ta zhvillojmë një tjetër intervistë këtu në shkollën dy dëshmorët në Sheremet. Përshëndetje mësuese dhe faleminderit që na kemi pritur. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Jemi të kënaqur edhe ne me që keni ardhur këtu. Faleminderit shumë nga ana juaj për pritjen që na keni mirëpritur këtu në klasën tuaj në të cilën zhvilloni në përditshmëri mësime të ndryshme bashkë me nxënësit. Atëherë mësuese, cilat janë disa nga metodat e mosimdhënies që ju i përdorni në një orë mësimore për të ngritur edhe më shumë aktivitetin e nxënësve në klasë? Po, pasi që unë kam klasën e 5, nxënësit janë më të rritur edhe çdo herë më shumë i përdorin metodën bashkëbisedimi, që metodën e në grupe, me nxënësa punoj më shumë në grupe, edhe bashkëbisedimi me nxënës, diskutimet rreth temës mësimore, edhe në fund arrim deri te një qëllim, të qëllimin njësisë mësimore që kemi. E sa konsideroni të rëndësishëm integrimin e teknologjisë në një orë mësimore? Nuk është edhe shumë, është shumë e rëndësishme edhe ngritja e teknologjisë. Se une për shembull me nxënësat e mi, kur kemi diçka, e lojnë peng në një mësimore, lojnë peng diçka që me anë të teknologjisë ata kanë për detyrë që të zbulojnë edhe të hulumtojmë lidhje me ato. Për shembull kemi pas praz drejnin. Praz drejnin në asnjë fjalë nuk ja kam thënë brenda klase. Vetëm ju kam treguar se është një shkrimtar shqiptar etj etj. Mirë po, ata kanë pas për detyrë që me anë teknologjisë, do të thotë kur shkojnë të shtëpiat e tyre me laptopat e tyre, me hulumtu praz drenin, për jetën, për veprat e tine, për gjitha çka duhet. Do të thonë, shumë raste është shumë e mirë teknologjia. Mirë po, ka edhe raste që nuk është e mirë, për arsye se fëmijët po hupin shumë kohën edhe në telefon, keq përdorin teknologjinë. Po kjo ka varet edhe pikë. Duke qenë mësuese se ju vetëm i cekët prindërit, si qëndron bashkëpunimi mes jush edhe mes prindërve në lidhje me suksesin e nxënësve dhe me mbarvajtjen e orëve të ndryshme mësimore që zhvilloni me fëmijët e tyre? Bashkëpunimi mes prindërve dhe meje është shumë i madh. Edhe suksesi i arritur me nxënësat e mi është fal edhe prindërve, sepse çdo herë jemi në bashkëpunim me njëri tjetrin. Edhe për këtë arsye unë mendoj se një bashkëpunim i madh është sukses shumë i madh të fëmijët e tyre. Dhe mësuese për fund, cili do të ishte mesazhi që ju do t'ju drejtonit nxënësve në rrugtimin e tyre arsimor? Mesazhi im është lëni telefonat ose përdorni për të mirë, mësoni sa më shumë, se pa mësim nuk ka asgjë. Shumë faleminderit mësuese, ishte kënaqësi, faleminderit për intervistën. Faleminderit për juve. Shkolla posedon edhe kabinetin e teknologjisë së informatikës. Shkolla ka edhe dhomën e arkivës dhe sallën e brendshme sportive.
në shkollën dy dëshmorët zhvillohet edhe në kabinetet të ndryshme, ku kabineti i kimisë dhe biologjisë është një prej tyre. Po i vazhdojmë intervistat këtu në shkollën dy dëshmorët në Sheremet, një tjetër do ta zhvillojmë këtu në kabinetin e kimisë dhe të biologjisë me mësimdhënësin Isa Beqiraj. Përshëndetje arsimtar. Përshëndetje. Faleminderit shumë që na kemi mirëpritur këtu në klasën tuaj edhe në kabinetin ku ju zhvilloni mësimet në përditshmëri. Arsimtar, cilat janë disa nga metodat e mësimdhënies që ju i përdorni edhe në këto momente, në mënyrë që të ngritni edhe më shumë aktivitetin e nxënësve në klasë, po ashtu edhe që nxënësit të mësojnë sa më shumë dhe të gjitha mësimet t'i përthithin në mënyrë që t'i kuptojnë edhe më mirë. Me qenë se është vendi veçantë, po sa që në shkollë, kabineti, që që mburën me këtë, sepse ka shkolla gjenë keq, Komunët Gjakosë dhe në barë Kosovën që s'kanë vend posaçëm ku zhvillohet mësimi. Këtu për fat mirë nxënësat kanë mundësi me i përdorë metodat eksperimentale, laboratorike, pra ke metoda dhe dialog, monolog, po tradicionale, kombinuar tash me kurrikul të re, varësisht edhe për njësisë mësimore. Pra, njësia mësimore ta dikton çfarë metodash me përdorë. Këtu, për sa i përket teknikave, kemi stuhi mendimesh, kemi evokim, dhe më thënë, njësive ma pashme, brainstorming, këto paraprakët, dhe më thënë, kretë mërmarë ditë të qëllimi. Kryesorja e njësisë mësimore është hyrja, pjesa hyrëse, marrë ditë të qëllimi, pjesa kryesore, dhe më thënë, edhe përfundimtare, me po një rezume. Po kryesisht tu thashë është jo fjalë shumë, ma shumë punë, eksperiment edhe pjesë praktike. Këtu sa i përket biologjisë, që po shihni, për fati kemi dy modele, trupit njerëzit, skeletin, edhe ka shkolla që s'kanë ku me vendosë sistemin përjedik. I kemi dy, edhe paka shumë se na lidhet njësia mësimore, këto masat e na shërbim, që tabela, që sistemi, asimtari kimisë, se në një me zveti me kolegë tjerë, nuk ka e provet, që është njëti ma themelor për kimi, nuk kanë e provet me e paqë, si duket e proveta. Për fat mirë, kemi mjete, pra që e provetat, që është që jenë të përdorura, që kemë bo eksperiment, këto e shojnë nxënësat dhe prekin edhe sajnë rezistente për shembull. Kemi menzura, kemi reaktive, kemi acide, baza, edhe mikroskopat i kemi edhe për biologji, që nxënësat e bojnë vetë eksperimentin e shojnë që lizen qoftë bimore, qoftë shtazore, edhe besoj që na ndihmojnë, shumë na ndihmojnë këtu. Praktikisht i shojnë. Është shumë mirë me pa që keni katë shumë mjeta në mënyrë që nxënësit ta zhvillojnë edhe në një mënyrë edhe më të mirë mësimin edhe ta kapin ato sa më mirë, por ndoshta nga perspektiva juaj si mësimdhënës, siç e shihni edhe nxënësit gjatë orëve mësimore. Sa e pëlqen ata pjesën që mësimi të zhvillohet në kabinetin e kimisë dhe biologjisë në lidhje me këto të dyja lëndë? Thonë drejtën, vetë nxënësat është një farë rifreskimi se zakonisht orë tjera, gjuhë shqipe, gjuhë angleze, gjeografi, shoqërore, shkencat shoqërore, e këtu vinë prej klasës ku janë. Vazhdimisht e kanë një farë freskie, të mëllë si vinë në kabinet, e dinë, japin rëndësi dhe e ka të efektin e vetë. Si vandi posaçëm, kemi shku në kabinet edhe kanë interesim. Besoj që zgjot interesimi, edhe ne përpiqemi si mësimdhënës me bërë të shka mundë me bërë menda mundësive dhe aftësive tona, në mënyrë që nxënësat tonë ka pas rast kanë zonë vendin e parë në Komunën Gjakosë, me kimi dhe biologji. Ka pas rast ka ardhur profesor doktor Bramnura që është në Prishtinë, rektori i parë i Universitetit Gjakos, edhe ku i ka pa këtu është befasu, dhe më thonë kur nxënësi e merr dhe e sheh, për shembull, tash këtë model të zemrës, si duket, ku janë prakushtet, ku janë vlersat, ku është aorta, dhe më këto se ka. Është kënaqësi që unë e zhvilloj mësimin, vinë edhe e preke, ku është pankrasi, ku zemra, ose te modeli, ose këtu. Merr fol për këto.
ka hynë gjaki, ka del. Modeli i veshit, për shembull. Modelin e veshit këtë heket, edhe shihet ku preke ku është pjesa, për shembull, kryesore që ka funksionin për dëgjim. E shohim kremyllin, e shohim trizhusin rrathet, edhe e shohim modelin e veshit praktikisht, që ndikon më shumë. Edhe nxënësi se nuk është vetëm me ful teori, por edhe teoria, edhe praktikur e shohin, edhe prekin, ajo ndihmon edhe më shumë. Masandaj kemi modelin e veshkës. Si duket, kjo normalisht e rritne, që kom të gjuhë se janë shkot mesme të mjekësisë nuk i kanë çdo vjetë. E naj e shohin, e prekin, ku është kjo pjesë, kanë e prekin, ku legeni, ku impramitet, nëse mos i të bëhet filtrimi i gjakut, në veshke, edhe përbim që dhombi modelin e syrit, kemi 2 modelet e syrit, që në animojnë shumë. Në animojnë shumë, mi po ndërtimin e syrit, në pjesë se si të përpejt, edhe këta shtazhojnë interesim, kanë korreshtje, ku thjerza, trupi qelqor, pra aparati për shikim, edhe për mua kënaqësi, e ju po të thonë, edhe kemi doktora në Prishtinë, në Gjakovë, edhe kemi në Tiranën, në zonca tonjen, që kanë kallëzuar rezultate, se s'po them tash me, është në kënaqësi, vërtet kënaqësi, mi po në zonca tu kur kanë arrit. Edhe thonë, edhe në Gjermani kanë shku, që saj, që ti vendi ja kemë po hajrit. Vërtet ka pas sukses, mos dhe tash kjo pak si për veti, po bashk me të zonca. Ai që është interesuar që tu ka me pas një bazë të shëndosh për nesër mjekësisht. Shumë faleminderit arsimtar, por besoj që edhe me fol për një ditë të tërë nuk mjafton që mi përshkruajt sa duhet kabinetin edhe kushtet e mira të punës që i keni në shkollën tuaj, por ne po mbarojmë me kaq dhe ju falenderojmë shumë për intervistën, ju përgëzojmë për punën e vazhdueshme. Faleminderit për ju. Po ashtu në këtë shkollë gjendet edhe biblioteka ku nxënësit mund të shkëmbejnë libra të ndryshëm. Vizioni i këtij institucioni mbetet krijimi i një klime pozitive për nxënësit dhe mësimdhënësit, cilësia në arsim dhe ofrimi i kushteve sa më të mira për një mësimdhënie dhe mësimdhënie sa më adekuate. Dhe ja ku erdhi fundi emisionit Shkollë Gjakove edhe për këtë të diel. Vizituam shkollën 2 dëshmorët këtu në fshatin Sheremet, pam nga puna e mrekullueshme që zhvillohet në këtë institucion edukativ arsimor, e po ashtu edhe nga nxënësit të cilët mbartin një potencial jashtëzakonisht të madh. Ju faleminderit që ishit deri me ne në këto qaste. Ne ju mirëpresim të dielën tjetër në ora 17:30 me emisionin e radhës. Gjithë të mira deri atëherë.